Më tepër këtë rast, i cili është i rëndë në fakt. Po, faleminderit. Faktikisht në orët e vona të natës është bastisur zyrat e degës PD-s Cerrik nga bandit të Partisë Socialiste, të cilët kanë marrë kompjuterin, njëkohësisht televizor dhe çfarë kanë gjetur dokumentacion të karakterit shumë sensitiv në lidhje me zgjedhjet elektorale, për të marrë pikërisht emrat e votuesve të sigurt, po njëkohësisht kemi edhe elementet e komisionerëve, emrat e komisionerëve, vëzhguesve në këtë kompjuter, dhe sigurisht këto janë marrë për t'i bërë presion pa diskutim të gjithë personave të cilët kanë emrat në këto lista. Sigurisht frika e Partisë Socialiste për humbjen e zgjedhjeve në 11 maj ka trokitur, dhe këto janë veprimet e fundit më të ulta që mund bëjnë Partia Socialiste me persona të cilët përdoren nga drejtuesit krerë politik, dhe që siç e shikoni kanë sjell pikërisht dhe kanë konstatuar vjedhjen e materialeve me karakter sensitiv, siç u thash. Ajo që doja të thoja është që ne i bëjmë thirrje organeve ligjzbatuese, policisë shtetit, të gjej urgjentisht banditët, përndryshe ato do të jenë pjesë e kësaj farse politike. Ju falenderoj. Përshëndetje, duket qartë që ky është një sulm politik ndaj Partisë Demokratike.